Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdojmë edhe pak të flasim rreth surës Hujurat. Ne herën e kaluar ndalëm te kjo pjesa këtyre stereotipeve ose këtyre narrativave. Dhe munduam domethënë ta centralizojmë ose ta shtjellojmë ose si më anë nëpërmjet saj të sillim disa shembuj praktik se si i bie domethënë kjo nga jana e gjuhës, nga jana e dialektit, nga jana e ngjyrës, nacionalitetit, vendit, zonës, ku diun a kupton qyteteve ose pastaj fillojnë edhe këto ti monopolizojnë, a kupton? E kështu me radhë. Andaj së pari, domethënë njeriu rritet me këto. Dhe ne e tham, më duket edhe tek ligjërata e kaluar kalimti atë rastin e Abu Dharrit me Bilalin kur i tha domon biri nënës Zeis. Alesh domethënë Abu Dharri kishte këtë problem domon për shkak se ishte rritur me ato gjëra. Kishte një lloj kështu, si më thon, bivlerësimi nga ana e familjes, një edhe kështu ledhatimi të tepërt nga ana e familjes, edhe kur u ballafaqua ashtu me Bilal ose subhanallahu mundet me qenë për shkak se Abu Dharri nuk e durante, domethënë ende nuk nuk e ndjente domethënë veten të qetë kur e shihte Bilalin që kaq shumë domethënë vlerësohet, ngritet edhe nderohet nga ana e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nga vetë pejgamberi alayhis salam. Andaj kishte muezen domethënë. Në anën tjetër ne kemi Sufjanin. A kupton domethënë kur kanë qenë herë domethënë duke e pritur radhën që të futen tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, para ti domethënë është lejuar disa shokëve të tij që të futen ata s'pare. Si më është lënë në hije pak Sufjani, ka kap një lloj sikleti apo. Është sikletos. Si ka mundësi domon këta deri dje kanë qenë robëra. Robër i tan domethënë. Futen kështu, pa kanë këtë lloj domethënë vlerë, vlerësimi, a kupton, nderimi edhe a kupton atë pjesën e marrjes parasysh para Sufjanit, i cili në kohën e Kurajshve ka qenë si më i zëvendësi, ai koordinatori i tregtisë, i mallit e kështu me radhë, i udhëtimeve të largta. Domethënë ka ngelur pa, si më thon, pa tekst, pa fjalë edhe është çuditur i çika kupton, si ka mundsi. Është sikletoz, domethënë është sikletoz vetvetiu, për shkak të bindjes, jetës edhe përvojave. Domethënë deri dje ai ka qenë domethënë i mbivlerësuar, ka qenë i privilegjuar, e kupton. Në moment ndryshon rrota e historisë, e kupton. Po pret në rrallë sikur të tjerët. Në anën tjetër, domethënë kur po vije, si më thon, ose po i afrohen derës ato ku pritnin, për të futur tek pejgamberi selam, po i japet, si më thon, përparësi i sahabit, i cili ka qenë, si më thon, në pozitë, në mall, në pasuri, në bukuri, shumë më ulët, shumë më larg se sa Sufjani e ka kapur sikletin. E kam qëllimin që është rritur domethënë në një gjendje që më ka bërë të tillë. Me kalimin e kohës ai është si më familiarizuar me këtë vesë. Dhe kur është ballafaquar me drejtsinë e Islamit, ka pasur të vështirë domethënë që të shndërrohet në një person tjetër, domethënë që të transformohet me shpejtësi. Është domethënë nuk e di si më po shkruajt me tamam, po e tregon atë gjendje e rëndë domethënë psikologjike që i përshkronte ata në fillet e tyre të Islamit. Kjo është e para. E dyta, la yaskhar domethënë na lidhet me personat, na lidhet domethënë me njerëz. E këto si më ne kemi në atë betejën e madhe në xhami, jashtë xhamie, në punët tona, angazhimet tona. Familjet tona e kemi domethënë këtë problem pikërisht këto ato. Pikërisht këto domethënë kemi atë ngjitzën e madhe tonë. E treta, që padyshim domethënë kur njeriu e lejon domethënë ti bëhet pjesë e pandashme me jetës së rrugtimit të tij, si më thon, e shtyn drejt veprave të ulta, kupton. Talesh në momenti kur ti e krijon këtë lloj bindje ose e pranon si të mirëqejnë këtë gjë, padyshim subhanallahu jo, si më thon, të shtyn drejt gjërave të ulta, kupton. Të shtyn domethënë të bësh vepra të pahishme, të cilat realisht edhe njerëzit që të njohin çuditen nga ti. Shkak se si më grumbullohet, e tubohet edhe stresohet deri aty sa që kur shpërthen, si më thon, i stërpik edhe ata për rreth. Kjo, si më thon, ajo pjesa. Unë do mundohem ligjëratën tjetër ti përmenda disa meditime shpejt e shkurtimisht në mënyrë që këtë grumbull meditimesh domethënë ta përfundojmë e me shpresën që sadopak ja kemi shfaqur Kur'anit madhështinë edhe vlerën që realisht ai e posedon edhe ngërthen. Ju lutem Allahu Zot, faleminderit shumë.